Si të kuptosh që një mashkull i shenjës së peshorës është i dashuruar me ty? Ka disa shenja që ti mund ta kuptosh që ai të cilëson si njeriun e tij të jetës. Por cilat janë këto shenja? Mashkulli i shenjës së peshorës nuk e merr kurrë dashurinë si një lojë të thjeshtë apo si një aventurë të radhës. Në fillim mund të duket sikur po të ngatëron mendjen. Në fakt ai është i sjellshëm me të gjithë, i buzëqeshur, ka një komunikim natyral, ka një sharm i cili i bën të tjerët për vete pa u lodhur fare. Kjo është thjesht ana e tij e jashtme, por në brendësi, çfarë sjellje ka peshorja? Mashkulli i peshorës kur bie në dashuri, ai është plot sharm universal. Sepse peshorja udhëhiqet nga Venusi, planeti i dashurisë, i bukurisë dhe i harmonisë. Për këtë arsye, ai nuk kërkon thjesht një partner për të kaluar kohën, por gjysmën e tij. Një person që t'i sjellë paqe në shpirt dhe ta bëjë të ndihet në ekuilibër me botën. Dhe nëse ai të zgjedh ty, atëherë ai nuk e fsheh këtë. Së pari, ti bëhesh qendra e botës së tij. Një nga shenjat më kryesore është ai fillon të jap përparësinë absolute ty. Ti nuk je thjesht një dikush me të cilën ai kalon kohën, shkëmben mesazhe kur është i lirë, por ai gjen kohë edhe kur nuk ka. Ai do të përfshijë në çdo sekondë të përditshmërisë së tij. Për shembull, mund të dërgojë një mesazh të ngrohtë në mëngjes për të nisur ditën mbar. Mund të bëj një telefonat, në qoftë kjo e shkurtër 5 minutshe gjatë pushimit të punës, vetëm se kërkon të të dëgjojë zëri, apo ka një dëshirë që të tregojë dhe gjën më të vogël me humor që i ka ndodhur atë ditë. Për shembull, nëse dilni së bashku për të bërë shopping, atëherë gjëja e parë që do të bëj është të thotë: "Do ndonjë gjë ti?" Kur planifikon fundjavën, ai nuk thotë çfarë do të bëj unë, po ku do të shkojmë këtë fundjavë. Këto janë detaje të vogla që tregojnë se ai ka mendjen e tij tek ty dhe ju jeni tashmë një skuadër. Së dyti, sytë dhe mendja e tij janë vetëm për ty. Në fakt, peshorët njihen si flirtues të lindur të zodiakut. Atyre u pëlqen arti i të bërit komplimenta dhe shoqëria e njerëzve, u pëlqen biseda. Por ndonjëherë kjo natyrë e tyre sociale edhe keq kuptohet. Por çfarë ndodh në të vërtetë kur dashurohet me ty? E gjithë energjia e tij përqendrohet si një rrezë drite tek një person i vetëm, dhe ky mund të jesh ti. Nëse je në një dhomë plot me njerëz, apo në një darkë me shokët, sytë e tij kërkojnë vetëm sytë e tu. Ai do të sigurohet që në çdo moment ti je okay. Madje qesh me batutat e tua, edhe nëse dikush të ndërpret ndërsa po flet, ai ja kthen me delikatesë vëmendjen e tavolinës tek ti. Mund të ndërhyjë dhe të thotë: "Prit, çfarë po thoje më parë?" Dhe të gjithë kthen kokën drejt teje, duke të kthyer kështu në qendër të vëmendjes së tij edhe të botës. Mendimi yt është busull për të. Në fakt, një nga gjërat që meshkujt e shenjës së gaforret e kanë pikë të dobët është pavendosmëria. Ai e peshon çdo gjë gjatë, po kur ai dashuron, nuk kërkon të marrë vendime vetëm, por dëshiron që mendja jote të bashkohet me të tijen, sepse ai të sheh si pjesë të tijen. Ai të pyet dhe për gjëra më të vogla: "Çfarë do të bëjmë sot? Ku do të shkojmë me pushime?" Madje të pyet edhe për vendime të rëndësishme të jetës, si ndryshim karriere apo një blerje e madhe. Dhe mos mendo se e bën thjesht vetëm se është i pasigurt. Okej, opinioni yt
ka një peshë të madhe për të. Kur një burr i shenjës së peshores të përfshin në zgjedhjet e tij, ai e formon të ardhmen me ty për krau. Një shenjë tjetër është se ai kujdeset për detajet që ty të largohen nga mendja. Venusi, planeti i dashurisë, e pajis këtë shenjë me një vëmendje të jashtëzakonshme ndaj gjërave të bukura dhe emocioneve të thella njerëzore. Ndaj kur një mashkull i peshores dashuron, ai bëhet, si të thuash, skllav i dëshirave të tua. Për shembull, ti mund të përmendësh Kalinthi, ndoshta një javë më parë, se të pëlqejnë tulipanët e verdhë. Dhe papritur, në rastin më të parë, ato të vinë në shtëpi. Kjo tregon se ai e mban mend detajet dhe nuk i harron. Ose ndoshta ti kërkon një këngë të vjetër, ai të sjell një album me këngëtarin e preferuar. Ndryshe nga personat e tjerë që nuk i kushtojnë vëmendje, por thjesht dëgjojnë, ai i regjistron dëshirat e tua. Mund të sjellë dhurata pa patur asnjë festë apo përvjetor. Mund të shfaqet në derë me një buqet, me një bilet udhëtimi. Dhe këtë nuk e bën për të mburur apo për të rënë në sy. E bën sepse lumturia në sytë e tij je ti dhe ti je ushqimi i shpirtit të tij. Një mashkull i shenjës së gafores ndonjëherë përpiqet të bëjë dhurata madje edhe të shtrenjta, por të gjitha i bën me zemër. Peshorët njihen si shenjë bujare, ndaj nuk kurthejnë për njeriu e zemrës. Si shenjë e ajrit, komunikimi për të është gjithçka. Shpesh ato i fshihin ndjenjat e tyre nga frika se mos prishin harmoninë, apo ndoshta mund të lëndohen, por kur dashuria e vërtetë e pushton, ai nuk ka më frikë. Ai fillon të flasë hapur dhe pa dorashka. Madje prit të thotë ndonjë ditë se sa shumë i mungon kur nuk je pranë tij, dhe se sa i qetë ndihet kur ti je pranë tij. Ai do të thurë plane për pushimet e ardhshme, për shtëpinë e përbashkët që don të ndërtojë dhe flet dhe për fëmijët që doni të keni së bashku. Dashuria e një mashkulli të shenjës së peshores nuk është një fishek zjarri që zhurmon dhe fiket shpejt, por një melodi e ëmbël, e vazhdueshme dhe me respekt. Ai shihet tek mënyra se si të mbron, si të mban dorën kur je mërzitur dhe si përpiqet me çdo kush që në botën tuaj të mos ketë zhurma debate, por vetëm paqe. Se kur ai të dashuron vërtet, ti nuk je thjesht e dashur atij, por je frymëzimi, ekuilibri dhe vendi që ai e quan shtëpi. Shpeshherë, një mashkull i tillë, kur do të blejë një makinë, të ndërrojë një punë apo të rezervojë pushime, të pyet: "Po ti çfarë mendon? Po të ishe në vendin tim, çfarë do të bëje?" Kjo do të thotë se jo vetëm që ai të vlerëson, por se mendimi yt ka filluar të ketë dhe peshë në jetën e tij, duke të futur në gjëra të mëdha. Ai nuk pret ditëlindjen apo Shën Valentinin, por dhe në ditë të zakonshme mund të dhurojë gjëra të vogla, por të bukura. Dhe thotë: "Kalova aty pranë dhe mendova për ty." Dhe ky gest tregon dashurinë e tij. Por ndonjëherë mund ta dalloni dhe nga buzëqeshja. Shumë njerëz që kanë qenë në lidhje me një mashkull të shenjës së peshores thonë se buzëqeshja e tij ndryshon kur sheh personin që dashuron. Edhe nëse është i lodhur nga puna apo ka stres, fytyra e tij ndriçon. Është në fakt një reagim spontan dhe ai nuk shtiret për ta bërë këtë. Ndonjëherë nuk ka nevojë as të flasë, por thjesht se si të shikon flet më shumë se të gjithë fjalën. Deri tani folëm për shenjat kur një mashkull peshore të dashuron. Po kur luan me ty, si ta kuptosh? Jo çdo mashkull peshore tregohet i ëmbël me ato që dashuron. Ndonjëherë ka shenja
që ai bën dhe për të flirtuar. Peshorja është një shenjë miqësore, ndaj nëse ai flirton me të tjerat dhe para syve të tu, kujdes, ai nuk të vlerëson maksimalisht. Ai të kërkon vetëm kur i leverdis. Ndonjëherë të shkruan pa pushim çdo ditë, pastaj disa ditë nuk të shkruan më dhe papritur kujtohet dhe sillet sikur nuk ka ndodhur asgjë. Apo të telefonon në mbrëmje vonë, kur është i lirë, ndërsa ditën nuk e gjen kohën për ty. Mund të flasë bukur, por nuk vepron. Ai mund të thotë se i mungon, se të mungon gjithë ditën, dëshiron të takohet, por në fakt këto janë vetëm fjalë. Atij nuk i del koha që këto t'i bëj realitet. Të premton se do të bëheni një udhëtim së bashku dhe gjithmonë e anullon sepse i del një punë. Pra punët janë më të rëndësishme se ti. Kjo tregon që ti nuk je numër 1 në jetën e tij. Madje nuk të përfshin as në jetën e tij. Mund të kalojnë muaj të tërë njohje dhe ti ende nuk njeh prindërit apo njerëzit e tij të afërt. Flet shumë pak rreth tyre dhe madje nuk të tregon gjëra nga jeta. Kur është i mërzitur, kërkon të takojë menjëherë. Kur gjërat i ka mirë, nuk kujtohet për ty. Të jep shpresë, por nuk merr përgjegjësi. Mund të flasë për gjëra si pushime, plane për të ardhmen, por në fakt nuk bën asnjë hap konkret. Është e lehtë të flasësh, më e vështirë është ta tregosh me vepra. Mashkulli peshor është zakonisht romantik, i sjellshëm me shumë njerëz. Për këtë arsye, duhet pa kujdes për ta kuptuar nëse vërtet ka rënë në dashuri apo thjesht i ka lojra. Pra, gjithmonë mos e shiko vetëm sharmin, jo vetëm fjalët, por dhe veprat. Veprat flasin më shumë. Këto ishin gjithçka mbi mashkullin e shenjës së peshores dhe ne ju urojmë që nëse bini në kontakt me një mashkull të tillë, të keni një jetë të lumtur dashurore.